që jam 2 mas krenarin 2025, ka qenë kur e kam kuptu që jam fut në fakultetin juridik, do më thonë jam pranu. Gjithashtu kanë qenë edhe momenti kur e kam kuptu që jam përfituese e bursës Lulsoj. Arsyeja kryesore që kam zgjedhur fushën e juridikut ka qenë për shkak se gjithmonë kam besu fuqishëm në drejtësi dhe në respektimin e ligjit. Sa i përket Kosovës, mendoj që Kosovës ju duan jurist të ri dhe të përgatitur, të cilët janë, domethënë, të gatshëm që me kontribu në sundimin e ligjit dhe mendoj që ligji është një ndër arsyet kryesore për një shoqëri demokratike dhe të shëndosh. Bursën mendoj që e kam fitu për shkak se gjithmonë kam tregu për kushtem si në anën e studimeve, ashtu edhe në punën vullnetare, edhe mendoj që bursa është një besim që t'u japet që me vazhdu gjithmonë punën vullnetare. Puna vullnetare është shumë e rëndësishme për shkak se na jo vetë se vedisohemi për sfidat shoqërore që njerëzit kalojnë, por gjithashtu edhe e zhvillojmë empatinë dhe përgjegjësinë sociale. Përmes punës vullnetare na domethënë jo vetë se kontribuojmë në shoqëri, por gjithashtu edhe rritemi si individ, edhe ndërtojmë vlerat tona që na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Mendoj që një shoqëri e shëndosh edhe e fortë ndërtohet vetëm prej personave të përkushtuar dhe aktiv. Mesazhi kryesor që kisha m'ia jap bursesve të ashëm është që mos me hezitu me aplikua dhe gjithmonë me besu në veten e juaj, pavarësisht sa e vështirë duket rruga.